Shikues të televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Pros and Cons, ku takohemi së bashku si çdo të hënë. Konflikti në linjën e mesme ka filluar të shtrijë efektet edhe në Shqipëri. Javën e kaluar ka nisur të rritet çmimi i naftës, i cili është produkti i parë që preket dhe më pas sjell pasoja në gjithë zinxhirin e furnizimit. Por, a është koha që qeveria shqiptare të marrë masa për të frenuar disi rritjen e çmimeve dhe nga ana tjetër për të ndaluar abuzimet që mund të ndodhin gjatë kësaj periudhe? Por a mund të marrë edhe masa për të kthyer këtë krizë në një mundësi? Për të diskutuar kam të ftuar zonjën Fatmira Kola, eksperte ekonomie, pedagoge, mirë se erdhesh, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësia imja. Dhe zotin Altin Zefi, ekspert ekonomie, pedagog, mirë se erdhesh, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia imja. Ndalemi tek pros and cons që kemi nxjerr paraprakisht lidhur me situatën që po përjeton lindja e mesme, por dhe efektet që shtrinë në Shqipëri. Sigurisht që luftrat nuk kanë efekte pozitive, por varet se si i përkthejnë ekonomitë e vendeve që preken këtë lloj situata krizash. Dhe tek avantazhet përmendim që mund të jetë një shtys për prodhimin vendas në Shqipëri, mundësi për politika më të forta ekonomike, si dhe diversifikimi i tregjeve dhe strukturës së prodhimit. Nga ana tjetër, tek disavantazhet apo cons përmendim rritjen e çmimit të naftës, i cili ka filluar të ndjehet, rritje e kostove të transportit në Shqipëri dhe shtrenjtim i produkteve ushqimore, por jo vetëm. Megjithatë, do të ndalemi më në detaj se cilat janë pasojat që pritet të ketë lufta në Shqipëri dhe nga ana tjetër cilat janë masat që mund të ndërmerren. Profesor, do ta nis me ju për energjinë dhe karburantet. Po nis me karburantet sepse ka filluar direkt të ndjehet efekti dhe javën e kaluar qytetarët shqiptarë i kanë mbushur makinat e tyre, por edhe bizneset e kanë paguar më shtrenjtë naftën. Cili është rreziku më tejshëm që presim? Po, luftrat shkaktojnë rritje çmimeve dhe është ndier direkt në rritjen e çmimit të naftës dhe të benzinës në tregun me pakicë, në shitjes me pakicë, por kjo nuk është fundi, kjo është vetëm fillimi i efekteve, sepse produktet e naftës dhe nën-produktet e saj përdoren gjërësisht në gjitha aspektet e ekonomisë, pra është shtrirën efektet në çdo element të ekonomisë, qoftë në atë bujqësor apo të turizmit apo të prodhimit, në tregtisë, në komunikacionit. Kështu që efektet do jenë të gjera, rritja e çmimeve mund të shoqërohet, siç po diskutojmë përpara, mund të vijë deri në 20, 30 apo edhe 50% ka studime edhe analiza ekonomike që sugjerojnë që për shkak të ndikimit të rritjes së çmimit të naftës në bursa, për shkak të luftës në Iran, do të kemi rritje çmimeve dhe inflacion në të gjitha shkallët e ekonomisë. Profesor, ne do të marrim me radhë gjithë sektorët që mund preken, por edhe produktet, po a shikojmë avantazhe në situata krizash, jemi në pros and cons dhe ndoshta nuk do ta shikojmë situatën aq zi, apo? Avantazhet e përmenden në pros, sepse mund të ishte një avantazh ai që quhet produktet zëvendësuese apo produktet konkurruese, pra në vend që të blejmë naftë që furnizohet nga Arabia Saudita apo nga vendet e tjera të Azisë, kjo mund të nxjisë prodhimin vendas. Megjithatë, kjo avantazh që siguron rritja e çmimeve ndërkombëtare në prodhimin vendas kërkon kohë, nuk është menjëherë i aplikueshëm, sepse kërkohet investime më shumë, kërkohet investime në industrinë rafinuese, sepse siç e dimë ne nuk përpunohet dhe nuk pastrohet, rafinohet nafta, ajo që prodhohet në Shqipëri që nuk është e pa konsiderueshme. Është bruto, eksportohet në mënyrë që të përpunohet dhe rafinohet në rafineritë e jashtme. Kjo mund të shërbejë si një nxitje, si një shtytje për të investuar në këtë industri, për të rritur prodhimin vendas dhe rafinuar. Megjithatë, këto janë investime afatgjate, nuk janë investime që mund të kenë impakt direkt në as afatmese, madje pra në më shumë se 3 ose 5 vite. Qartë. Profesore, si e shikon këtë situatë? Me avantazhe, disavantazhet e veta në makro, nga anojmë më shumë peshorja, nga anon? Atëherë, për sa i përket luftës në lindjen e mesme, sigurisht që ka ndikimin e saj global. E para, dhe themi, ndikimi është në inflacion. Sepse, siç e shohim, ka pasur një rritje të menjëhershme të çmimit të petrolit, të energjisë e tjerë, që normalisht përbën elementet bazë që ndikojnë në ekonominë globale. Nuk duhet të harrojmë edhe faktin, unë kam ndjekur pak edhe ndikimin e bursave, në fakt sot ka arritur tek $120 çmimi për baril, domethënë. Kjo ka madje, ka shkaktuar në bursat e Azis, ka shkaktuar edhe aktivizimin e menjëhershëm të mbylljes së bursës për 20 minuta në indeksin e Koresë së Jugut.
për shkak të rënjes së madhe dhe themi rënjes së madhe të bursës deri në nivelin 6%, thuaj se gjitha bursat në nivel ndërkombëtar kanë ndikuar në rënje. Kjo normalisht do ndikoj për momentin, duke qenë se tregu i bursave është vendin ku takohet kërkesa dhe oferta, trëmbja ka një efekt dhe psikologjik, sepse trëmbja e aksionerëve do të ndikojë normalisht në shitjen e aksioneve dhe shumë investitor do fokusohen në investimet në valuta, në dollar kryesisht, dhe në arë. Kështu që pritet në gjykimin tim që të ketë një rritje të çmimit të konsiderueshëm të arit, po ashtu edhe forcim të dollarit. Për sa i përket ndikimit në ekonominë globale, edhe nga analizat e shumta rezulton që për çdo 10% le themi të rritjes së çmimit të naftës, kjo ndikon në rritjen e inflacionit në 0.4 deri në 0.5%, është një eksperiencë që ne e kaluam në 2022-shin, ku niveli inflacionit në Shqipëri arriti në nivelin 6-7% deri në 10% në inflacioni europian. Por kjo varet edhe nga ecuria që do jetë. Në qoftë se çmimi për baril arrin deri në $150, mund të kemi edhe një rritje të çmimit të naftës në nivelin 300 lek për litër. 300 lek për litër. Pra do kalojmë nivelin që arrin gjatë lutës së skenari më negativ. Do të thonë që mund të kalojmë në çmimin 300 lek për litër. Por kjo varet edhe normalisht nga, ose ka pas edhe një takim të gështatës, do të thonë, në komunikim për strategjinë që duhet të ndërmerre sepse ndikimi është i lartë në nivel global. Kështu që nuk flas dhe ne si Shqipëri, domethënë ne si vend jemi shumë të, duke qenë se importojmë rreth 90% të këtyre produkteve të rafinuara, normalisht ndikimi është edhe shumë herë më i lartë. Një tjetër element negativ që ne kemi është fakti që nuk kemi rezerva. Sugjerohet strategjikisht që të mbahen rezerva të tilla për një periudhë 90 ditore, ndërkohë që në vendin ynë i arrin 2-3 apo jo 2-3 javë, domethënë në rezerva. Dhe duke qenë se janë ndër komoditit kryesore të bursës dhe normalisht ka dhe një efekt të menjëhershëm në rritje të çmimit, se shpesh herë pyesim domethënë si ka mundësi që ndodhi lufta në Ukrainë, domethënë dhe ne patëm menjëherë rritje të çmimeve apo edhe aktualisht. Pse nuk funksionojnë rezervat? E para e punës, rezervat që ne zotërojmë janë të limituara, sepse arrin në një periudhë 2-3 javë. Duke qenë se janë komoditi që shkëmbejnë në bursa, gjithashtu ndikohet edhe psikologjikisht dhe strategjikisht që çmimet aktuale normalisht ndikojnë në rritje dhe kjo do ndikojë direkt në furnizimin e ardhshëm që do bëhet dhe normalisht tregtarët nga njëra anë në thonjza dhe shfrytëzojnë situatën, por nga ana tjetër edhe paraprinë normalisht rritjet e kostove që do kenë në një periudhë të afërt. Nëse do i referojmë pro dhe kontra, domethënë sigurisht që duke ne si vend, duke qenë se kemi avantazhin, le të themi dhe kemi burimet hidro, diellor, erë, kjo normalisht do ndikonte pozitivisht në nxitjen, por kjo varet edhe nga strategjitë e vendit që ne kemi, që në kushtet aktuale fatkeqësisht vendi ynë është i fokusuar më shumë në drejtime të tjera se sa në këto burime të energjisë të rinovueshme, që sigurisht do kishte një vlerë shumë të shtuar. Dakor, ajo që do pyesja unë është e përmendëm, domethënë kur vjen puna tek rritja e çmimit në bursa, në Shqipëri reflektohet direkt dhe rezervat janë inekzistente dhe ndërkohë që me ligj kam përshtypjen që duhet të ekzistojnë. Nga ana tjetër, kur vjen puna tek rënja, nuk reflektohet. Çfarë ndodh në këtë situatë? S'pari të ndërsoj çështjen e rezervave shkurtimisht. Rezervat nuk janë një zgjidhje e stabilitetit të çmimeve. Rezervat janë siç gjithmonë rezerva, është për një situatë krize afatshkurtër. Kur nuk ka furnizim. Kur s'ka furnizim total edhe i shërben emergjencave civile dhe të tjera. Pra nuk është një zgjidhje. U provua për shembull në Amerikë që u holl në pas fillimit luftës Ukrainës nga administrata Biden, u hapen rezervat edhe u shkurtuan rreth 30%, 40% rezervat që Amerika posedonte, u hollën në treg për të ulur çmimin dhe nuk pat ndonjë ndikim sepse tregtarët nuk shohin vetëm ofertën që është momentale, por shohin çmimet edhe në futures, pra në kontratat afatgjate të blerjes së naftës. Dhe pra ndikimi ishte në atë rast në Amerikë ishte pothuajse inekzistent, edhe pse u hapen rezervat federale për të ulur çmimin, për të stabilizuar çmimin e naftës dhe benzinës atje. Tani për të ardhur te pyetja e dytë në lidhje me
pse ndodh kjo? Ky është një fenomen i njohur. Në literaturë njihet si fenomeni rocket and feathers, pra që në momentin që ka një sinjal problematike dhe që çmimet do rriten në bursa, çmimet me pakicë në vend, në Tiranë ose në çdo vend të Shqipërisë, ngriten lart si një raket. Po ne s'kemi as bursa, prandaj u bën përshtypje kjo. Sapo del lajmi që janë rritur çmimet në bursa, reagojnë menjëherë shitësit me pakicë, sepse me idenë që ne na duhet ta zëvendësojmë atë naftë që po shesim sot, pavarësisht me çfarë çmimi e kemi bler, ne duhet ta zëvendësojmë, për shembull, nëse kemi bler me $60 para 3 javësh apo 1 muajit, tani na duhet ta zëvendësojmë me $120 që sta profesoresha për që është aktualisht çmimi në bursa. Dhe pastaj problemi është pse nuk ulen kur ka rënien çmimit në bursa, dhe ne dimë që më shumë se një vit çmimet kanë qenë stabil, edhe pse çmimi i bursave ka rënë nga 80 afërsisht në 60 dhe në 50, ndërsa çmimi i naftës me pakicë në Shqipëri nuk ka ndryshuar. Kjo është ajo që quhet feathers ose puplat, pra ngrihet si raket dhe bien si pupla. Edhe ideja është që po ne kemi bler stoku që kemi ne është aktualisht me çmimet më të ngritura. Megjithatë kjo është qartazi, është një abuzim. Nuk është vetëm në Shqipëri, ka ndodhur pra në studimet dhe në Amerikë, që 2-3 herë më shumë vonojnë të bien çmimet se sa shpejtësia për të reaguar për të ngritur çmimet në rast se ngrihen në bursë. Në këtë rast është qartazi një abuzim, nëse është abuzim thjesht i disa shitësve me pakicë, do ishte problemi më i vogël. Në fakt, siç është sugjeruar dhe ekziston shumë mundësi që reagimi i vonuar apo mos reagimi fare në rastin e rënies çmimeve të jetë një marrëveshje kartelesh, që do duhet një hetim nga autoriteti konkurrencës. Që duhet hetim sepse është pa kuptueshme që me muaj, jo me ditë, sepse diskutimi në literaturë është me 2 ditë me vonesë, 3 ditë me vonesë, por këtu është me muaj, me vite. Këtu nuk reagojnë çmimet në rënje. Akoma po vuajmë çmimet e Ukrainës në disa produkte, që ende nuk kanë shkuar atje ku ishin. Absolutisht. Normalisht në këtë rast duhet marrë masa. Duhet të ndërhyrë për të hetuar, sepse është pra efekti duket të qartë në treg që tu ka marrëveshje kartelesh, oligopolesh, ku importuesit dhe tregtarët e shumicës, ata që bëjnë shpërndarjen me shumicë të hidrokarbureve, ata caktojnë çmimet. Dhe siç një raport është që vetëm 3 më të mëdhenj, shpërndarësit më të mëdhenj kanë rreth 97% të tregut të naftës që shpërndahet në Shqipëri. Qartë. Mirë, rritja e çmimit të naftës sjell direkt pasoja në transport dhe në zinxhirin e furnizimit. Veçanërisht produktet e konsumit. Cilat të tjera të pasojë që do kemi? Atëherë, normalisht impakti i menjëhershëm do jetë tek rritja e çmimit të produkteve kryesore. Që vijnë nga jashtë, kryesisht. Produktet e importuara po janë edhe më normalisht më të ndikuara. Me rritjen e kostove transport. Po, patjetër. Megjithatë, siç e përmendi dhe profesori, domethënë do të edhe ky efekti që bashkë me ato të importuarat shpesh rriten edhe produktet vendase, që mund ndikohet edhe nga ekonomitë e shkallës pasaj, por edhe për shkak të një shkak pasoj, le të themi, edhe të kushteve dhe produktet bujqësore dhe për ndikimin që ka pasur, kështu që normalisht do kemi një rritje edhe të produkteve bujqësore. Gjithashtu, ndikimi do jetë edhe tek turizmi. Aq më tepër që ne flasim për ndikimin jo vetëm do thoja në rritjen e produktit, por edhe elementi i sigurisë në vetvete. Pra do ketë një stepje, po thua? Do ketë, po, patjetër. Dhe duke qenë se në sektori turizmit ka qenë dhe në fokus të vendit tonë, kështu që impakti do jetë i lartë edhe në këtë rast. Impakti negativ, do thoja, normalisht uljen e rezervimeve, kështu që të ardhurat në turizmi normalisht piten që tu bien këtë vit. Qartë, mirë. E përmendëm pak efektet e produktet bujqësore. Sipas një studimi që kam lexuar sot nga Altax, nisur edhe çka ka ndodhur me Ukrainën në 2022-shin, pritet që të rriten kostot me 20-30% për shkak të shtrejtimit të naftës. Jemi në kulmin e mbjelljeve, domethënë të sezonit për fermerët, do duhet ta paguajnë naftën më shtrenjtë. Nga ana tjetër, serat që përdorin po ashtu naftën dhe energjinë do duhet ta paguajnë më shtrenjtë. Çfarë do të thotë kjo? Cilat janë ato produkte bujqësore që mund ta afektojnë më së shumti, apo janë gjitha produktet e stinës që do dalin më shpejt do dalin në treg me çmime të rritura? Absolutisht, pra produktet bujqësore do të dalin me çmime të rritur, sepse nëse kostot e prodhimit, inputet e prodhimit, pra do të shtrenjtohen me 20 apo 30%, sa që sugjeron studimi dhe që në fakt mund të jetë nënvlerësuar sepse mund të rriten edhe me 50%, atëherë produktet që do të dalin qoftë produktet e prodhimit bujqësor,
dhe gjitha në produktet e tjera, për shkak se do të rriten edhe plerat kimik të cilët bëjnë furnizimin, pesticidet, mjetet që punojnë është një goditje edhe për sektorin bujqësor praktikisht. Sepse sigurisht që ata që s'kanë mundësi të paguajnë naftën për prodhuar do ulin sasinë e prodhimit. Kjo është një goditje që nuk është vetëm lokale, nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është një goditje ndërkombëtare, pra të njëjtin ndikim deri diku do ta kenë edhe vendet tjera konkurruese në tregun ton, siç është Maqedonia apo Kosova apo vendet tjera. Megjithatë, ne vuajmë më shumë për shkak të çmimit më të lartë, për shkak të taksave më të larta të karburanteve. Dhe kjo do të rrisë disavantazhin konkurrues mes Shqipërisë dhe vendet e tjera që konkurrojnë për tregun shqiptar për produktet bujqësore. Pra do im më pak, gjithsesi, e do ta pasojmë më shumë në këtë lloj drejtime. Një ndikim tjetër, nëse më lejon, një ndikim tjetër mos të harrojmë që do jetë tek normat e interesit, kështu që do jenë shumë të prekura të gjitha ato familje të cilat kanë kredi, sepse inflacioni normalisht ndikohet në normën bazë të interesit. Norma bazë të interesit automatikisht pasaj si rritje të normave të kredidhënies për të gjitha, do thoja, produktet e kredis, dhe normalisht ata që do e pësojnë më shumë këtë krizë, që do e ndjejnë më shumë janë familjet me të ardhurat ulta, pensionistët dhe familjet apo individët të cilët kanë marrë kredi. Pra të gjitha kredit, edhe ato ekzistuese, edhe ato të reja do kustojnë më shpejt. Sepse normalisht nëse rritet norma inflacionit, rritet norma bazë e interesit dhe automatikisht kur rritet norma bazë, bëhet tek e fundi, si thonë, janë gjithmonë qytetarë që paguajnë çdo krizë dhe çdo kosto. Fatkeqësisht, parashikoni këtë efekt të rritjes së kredive? Shpërndimit? Por duhet parë, sigurisht Banka e Shqipërisë, nëse, siç profesori isha tha, jam dakord me të që nëse do të ketë një inflacion të shtuar, në mënyrë që do të ndikohet pra inflacioni importuar, sepse ky është inflacion kryesisht importuar, nëse do të ndikojë inflacionin vendas, atëherë Banka e Shqipërisë do duhet të ndërhyjë duke rritur normën e interesit, normën bazë e interesit, i cili dhe kjo normë bazë e interesit ndikon drejt për drejt në të gjitha kredit edhe ekzistuese. Sepse pothuajse gjitha kredit ekzistuese ose bazohen në Tribor ose në bona thesari njëvjeçare. Në këtë mënyrë rritja e normës bazë e interesit të Bankës së Shqipërisë ndikon në rritjen e këtyre dy benchmarks apo normave bazë, të cilat në mënyrë direkte ndikojnë në rritjen e normave të interesit që secili qytetar për kredi që ka qoftë biznesi, qoftë hipotekare do të paguajë. Megjithatë pritet të shihet sepse se çfarë ndikimi do ketë, sa do zgjas lufta dhe çfarë efekti do ketë realisht në ekonomi dhe si do të reagojë pastaj Banka e Shqipërisë ndaj inflacionit të supozuar në Shqipëri. Dakor, po tek kursi këmbimit ju përmendët pak pjesën e çmimit të arit dhe të forcimit të dollarit, po në euro? Atëherë, për sa i përket euros, sepse euro faktikisht në tregun evropian nuk është se ka pasur këtë zhvlerësim siç e ka pasur në vendin tonë. Dhe ndikimi i euros në vendin tonë është kryesisht si pasojë, do thoja, e qarkullimit të lartë informal të euros që është në treg. Varet se si do reagojë Europa. Për sa i përket valutës së eurot. Ato që unë thash për dollarin që pritet një forcim sepse normalisht ka një kërkesë të shtuar të investitorëve për të investuar në valutën e dollarit, sepse normalisht në bursa është e gjitha një efekt se si edhe perceptojnë investitorët. Në kushtet aktual, për sa kohë të jetë e fortë pozita e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit, normalisht pritet që të vlerësohet dollari dhe investimet janë atje, ndërsa për sa i përket arit, ari gjithmonë ka qenë, do thoja, aseti që investojnë jo vetëm investitorët e thjesht, po dhe bankat qendrore gjithmonë i mbajnë rezervat në arë. Se mos të harrojmë që ky inflacion do sjellë një zhvlerësim të madh të sasisë së likuiditetit. Nëse supozojmë sot do kemi rezerva 10.000 euro apo 20.000 euro, nëse inflacioni shkon 10%, normalisht do jenë 10% më pak. Presojmë që mos shkojë se 10% është shumë, po euro, pyeta për euro, duke qenë se shumica shqiptarëve i kanë kursimet në lekë dhe në euro dhe jo në valutat e tjera. Mund të ketë ndonjë luhatje të tregjeve dhe efekta? Një luhatje, një mënyrë transmetimi të krizës është gjithashtu edhe ndikimi që do ketë në Bashkimin Evropian, i cili është një partner kryesor tregtar i Shqipërisë. Nëse kriza energjisë, kriza globale për shkak të luftës do të shkaktojë rritjen e inflacionit në Bashkimin Evropian, do të bëjë frenim ekonomie, sepse gjithashtu ata duhet të marrin masat e tyre për të forcuar, për të ndihmuar ekonominë. Nëse do ketë frenim të ekonomisë në Bashkimin Evropian, kjo do të rezultojë dhe në rënien ekonomike të Bashkimit Evropian, rënien e kërkesës për blerë produktet e eksportit të Shqipërisë, rënien e remitancave,
dhe si rezultat përkësimin e bilancit tregtar të Shqipërisë dhe gjithashtu të bilancit pagesave. Një përkësim bilancit pagesave mund të fakt edhe përsëri ardhmja është e panjohur, por sepse balanca e efekteve nuk dihet se si do të jetë balanca e efekteve, por një efekt mund të jetë që në fakt të rezultojë në forcimin e euros, pra rënien e prurjeve për shkak të rënies së ekonomisë, siç ka ndodhur për shembull në krizat e mëparshme, krizën e madhe, recesionin e madh të 2008-2010, kur ranë remitanca dhe kjo teorikisht duhet të çojë në forcimin e euros. Megjithatë, përsëri mbetet fenomeni i parës së zezë në Shqipëri përmes kanaleve të jo të ligjshme. Është i panjohur efekti i saj dhe pastaj do shihet në efektet e saj në ekonomi. Megjithatë, për ta thjeshtuar pak edhe për qytetarët, kur thua forcimi i euros, do të thotë që mund të rritet euro. Pra, kjo mund të jetë një nga efektet e kësaj krize. E kësaj krize. Kështu që përshtuar? Nëse gjithmonë ne flasim se nëse i reagojmë, do thoya në rrugët zyrtare dhe nga logjika ekonomike, sepse logjikisht, domethënë, kursi si ka ecur kursi i këmbimit euro-lek, nuk është se ka shumë shpjegim. Ka pasur logjik. Por po mendoja më erdhi pak për të qeshur fal se mendova këtë efektin që kriza normalisht ka pasojat e veta psikologjike tek individët. Nëse individët do kenë konsum apo të atyre produkteve që gjenerojnë atë euron informale, po mendoja që ndoshta të ardhurat në rrugë informale mund të jenë dhe më të larta atë euros. Por kjo është jo nga logjika ekonomike, është më shumë psikologjike. Psikologjike, mirë, do ju pyes edhe për në 2022 në fakt ka pasur krizë të sa i takon furnizimit me drithra, por dhe një rritje të lartë të çmimit të drithrave. Pra duke sjell shtrëngimin e kostove për fabrikat dhe duke sjell në finale bukën në produktet e miellit më të shtrenjta. A pritet që të ketë edhe kësaj here një rritje të çmimit të bukës, po e quaj sheto? Patjetër. Po. Sepse buka, pra në 2022 ndodhi kryesisht për shkak se Ukraina është një nga furnizuesit kryesorë të Europës me drithra, me grur, që është produkti bazë i bukës. Shkaktoi rritjen e çmimeve edhe në Shqipëri, çmimeve lokale në Shqipëri. Kjo, pra teoria ekonomike sugjeron që rritja e çmimeve të naftës do të shkaktojë rritjen e kostove të prodhimit për gjithë prodhuesit dhe nëse nuk ka efekte të tjera, pra nuk kemi efektin e luftës në Rusi, mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe kjo si rezultat do të përcjellet pra mjafton nafta dhe energjia dhe kostoja e produkteve. Energjia është produkti bazë, është inputi kryesor i prodhimit dhe në të gjitha krizat që kanë ndodhur, edhe në të gjitha inflacionet që kanë ndodhur, në fakt ka qenë një nga kontribuesit kryesor në inflacion. Pra është një nga arsyet kryesore të rritjes së inflacionit dhe më i madh, më i rëndësishëm madje se tarifat. Ne shohim se çfarë ndodhi në Amerikë, në SBA, kur Trumpi në 2025 vendosi tarifa dhe inflacioni ishte i neglizhueshëm krahas në çmimet amerikane. Por gjithmonë rritjet e çmimeve të energjisë si input bazë për prodhimin kanë rezultuar në inflacion të konsiderueshëm. Një tjetër sektor që normalisht do ndikohet shumë është edhe sektori i ndërtimit normalisht, duke qenë se është një ndër sektorët kryesor që kontribon në ekonominë vendase, që dhe në pandemi ka qenë i vetmi që ka pas efekt pozitiv, kështu që normalisht rritja e energjisë, rritja e çmimit të petrol do sjellë automatikisht edhe rritje të produkteve të inputit për sektorin e ndërtimit. Kështu që në këtë pikë nuk ka shpresa fare që çmimet të bjenë, po përkundrazi të rritën dhe më shumë. Dakor, do ta hap edhe pjesën e dytë të emisionit me ndërtime. Ndërkohë kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi në studio dhe flasim për pasoja që ka konflikti në lindjen e mesme në Shqipëri dhe nga biseda deri më tani me ekspertët rezulton që pasojat në fakt do të jenë të rënda në rritjen e çmimeve, pothuajse për të gjitha produktet, por edhe për sektor të ndryshëm do të ketë efekte negative. Po flisim pak për ndërtimin. Një konferencë e shoqatës së ndërtuesve e zhvilluar sot thoshte që çmimi i hekurit pritet të rritet me 40%. Çka do të thotë që ndërsa presim rënje të çmimeve të apartamenteve, qoftë procesin e rivlerësimit, por edhe një mundësi për të investuar, duket që situata nuk është
aqëros? Nuk është në favor. Normalisht hekur është ndër produktet inputet kryesore për ndërtimin dhe të njëjtin efekt pati edhe në pandemi, nëse mbani mend, që u rrit çmimi i hekurit me 20% dhe kjo automatikisht ndikoi në rritjen e çmimit të apartamenteve me 40% thuajse në Tiranë. Kështu që efekti i rivlerësimit është shumë minimal në krahasim me rritjen e çmimit të produkteve të inputit. Dhe normalisht janë disa faktorë që ndikojnë. Rritja e çmimit të inputeve, normalisht rritja e kostos së punës, inflacioni, vetë normat e interesit në anë tjetër se normalisht janë investimet hipotekore, janë investime afatgjata dhe përgjithsisht në pjesën më të madhe të rasteve financohen nga sektori bankar. Në këto kushte, me keqardhje them që nuk priten rënje e çmimit të apartamenteve. Profesor, e thate profesor Fresha, çmimet do rriten, nga ana tjetër kredit do shtrejtohen. Çfarë do thotë kjo për qytetarët, për sektorin e ndërtimit, për fuqinë mbledhëse? Pra, gjithmonë ne jemi ekonomi e vogël dhe e hapur dhe çdo ngjarje, çdo ndikim i madh që ndodh ndërkombëtarisht ndikon edhe Shqipërinë. Kjo për të mirë dhe për të keq. Pra, në këtë rast luftrat kanë vetëm ndikime negative, shkatruese. Një shpresë është nga lajmet politike që kjo luftë mund të jetë kufizuar dhe efektet e kësaj lufte mund të zhbohen shpejt, por gjithsesi ne duhet përgatitemi, pra qytetarët duhet të marrin në llogari në konsiderat që edhe çmimet e apartamenteve mund të, siç e tha përsërisht, për shkak të rritjeve të inputit të prodhimeve, të hekurit, të punës apo të kostove të tjera dhe kredisë që marrin bizneset për ndërtimin e apartamenteve, mund të rriten dhe kështu që në planifikimin afatgjata secili familje duhet të llogarisë edhe rritjen e kostove të tyre për shlyer kredit që mund të marrin. Me gjithë këto kriza që po kalojnë qytetarët shqiptar nga pandemia, te lufta në Ukrainë, te aktualisht te konflikti në linjën e mesme, është bërë shumë e vështirë të parashikohet çdo lloj investimi dhe parashikohet jeta në tërësi, pra se çfarë planesh kanë dhe të vijnë në jetë. Jemi bërë dhe ne si bizneset që nga politikat fiskale jemi të paparashikueshëm në planet tona. Megjithatë tek masat, a duhet të ndërhyjë qeveria shqiptare për të zbutur, për të amortizuar, për të frenuar disi rritjen e çmimeve, kur ajo ende nuk ka nisur të jetë masive? Jemi tek nafta, po aty fillon aja, çka do të thotë që tashmë nuk do të habitemi për rritje të tjera. Patjetër, veçanërisht në vendin tonë duke qenë se nafta është do të thoja në produktet e cili është i përfshirë dhe taksa dhe aksiza dhe ajo që janë ato elementet cilët e rëndojnë edhe më shumë çmimin, edhe pse në kushtet aktuale varet shumë normalisht se si do jetë ecuria e luftës, megjithatë për ta zbutur efektin duhet që qeveria të ndërhyjë. Patjetër, nëpërmjet taksave apo aksizës që ka dhe zbutje do thoya edhe nëpërmjet TVSH-s, mos harrojmë domethënë. TVSH-ja nuk preket. Fëmonea thotë mos e prekni TVSH-n, qeveria ka thënë nuk e prek TVSH-n. Po mirë, qeveria mund ta preki tek hotelet me pesë dhe ta zbusi te produktet e konsumit. Do ishte një sugjerim. Aty ku ka dhënë lehtësi, po thua. Ta heqë atje ku ka dhënë lehtësi tek hotelet me pesë dhe patjetër, se normalisht edhe nga logjika ekonomike në situata të tilla produktet e luksit janë ato, se jemi para faktit të flasim për një klasë të gjerë të popullsisë që diskuton konsumin dhe flasim për një klasë tjetër që e ka këtë mundësi dhe pretendon në këto situata unë them paktën të sigurojmë konsum popullsisë. Kështu që një nga alternativat, jo se po e vendosur, pa diskutim, janë rekomandime. Profesor, si mendoni që mund të ndërhyjë qeveria për të amortizuar pak rritjen e çmimeve te nafta fillimisht dhe pastaj te produktet e tjera? Po, rruga më e lehtë duket sikur është ulja e aksizës, e cila është një nga taksat kryesore më të mëdha, kontributi më të madh pra në çmimin e naftës se aksiza. 27 lek për litër. 40 lek, 27 është taksa qarkullimit. Po. Rreth 40 lek, 39 në total. Është vetëm taksiza. Dhe qeveria mund të ndërhyjë direkt për ta ulur këtë. Dhe siç dihet, ata gjithashtu qeveria indekson këtë aksizën duke arritur me 1.3, 1.5 lek çdo vit në bazë të inflacionit. Kjo është, për mendimin tim, është një nga gabimet të mëdha ekonomike, sepse çmimi i naftës, nafta dhe në produktet e naftës janë një nga inputet kryesorë të prodhimit dhe ne kemi një disavantazh të jashtëzakonshëm me vendet e rajonit në këtë drejtim, pra duke qenë se përdoret në industri dhe ne duam të bëhemi një ekonomi prodhuese, duhet të kalojmë nga modelin e ekonomisë, nga një ekonomi konsumit, rritja ekonomike që bazohet në konsumi dhe turizmi që është i mirëpritur,
por të kalojmë në një ekonomi që e bazojmë zhvillimin ekonomik në prodhim. Dhe nëse kemi këto çmime të naftës, është e pamundur të konkurosh për bizneset e mëdha që kanë bazë naftën dhe produktet e saj si bazë kryesore në prodhim, të konkurrojmë me vende të tjera të rajonit, siç është Kosova, Maqedonia apo edhe Malizi. Unë isha vetë para disa javësh në Kosovë dhe në disa vende, në disa pika karburanti shitet me pakicë, e gjej naftën me €1.05, afërsisht 1.000 lekë të vjetra, që është një diferencë jashtëzakonisht e madhe. Kjo shkakton humbje në ekonomi shqiptare për shkak se në të gjitha zonat kufitare të Shqipërisë, me Maqedoninë apo me Kosovën apo me Malizi, qytetarë shqiptarë blejnë siguracione të atyre vendeve. Dhe shkojnë furnizohen, pra në Maqedoni dëgjova që nga Elbasani blejnë siguracione vjetore të Maqedonisë dhe furnizohen në Maqedoni. Në Kosovë patjetër që s'ka nevojë për siguracion, gjithashtu në Maltezi, dhe kjo krijon humbje dhe është pa justifikueshme, është pa kuptueshme që qeveria të mbaj një nivel të tillë të aksizës dhe të përgjithësisht të taksave të naftës. Duke qenë se taksat e aksizës dhe taksat e tjera të TVSH dhe taksat e tjera të vendeve të rajonit janë rreth 60% ose 50% të nivelit të taksave të Shqipërisë, që rezultojnë në çmime më të ulta. Pra, absolutisht mendoj që duhet ndërhyjnë, mendoj që është një politikë e gabuar që duhet ndërhyjnë para se situata të bëhet më serioze. Dhe në fakt kriza në vetvete e përkeqëson, sepse TVSH-ja duke qenë proporcionale, duke qenë 20% e TVSH-s, rritja e çmimit në bursë të naftës, në fakt është edhe përfiton direkt qeverinë. Sepse paguhet 20%. Se paguhet 20% e një çmimi më të lartë dhe si thua vetë qeveria përfiton nga kriza. Edhe është e pa kuptueshme që të paktën duhet të rimbursohet, duhet të kompensohet me që qeveria të mos përfitojë nga rritja e çmimeve në bursa, por më tepër duhet ndërhyrë për mendimin tim dhe në tërësi për të ulur taksat e naftës, është një nga gabimet më të mëdha ekonomike, mendoj, të kësaj qeverie. Dakor. Energjia është produkti i dytë që preket, më kryesori. A mund të kemi politika aktualisht për ta sistemuar në këtë situatë, ndoshta edhe në mënyrë, domethënë, për një afat kohë të caktuar sa gjërat të qetësohen, por bizneset dhe qytetarët të mos ngarkohen me kosto ekstra që do sjellë pastaj rritjen e çmimeve. Patjetër, edhe energjia është një ndër komoditit më të rëndësishme në bursë, dhe që ne si vend, Shqipëria, po dhe Europa po ashtu është shumë e varur nga energjia, sepse ka, do thoja, një përdorim të gjerë. Në situatën aktuale, mendoj që masat kryesor me shpejt do ishte ajo e subvencionimit. Subvencionim? Po, subvencionimit për kostot shtesë, veçanërisht për shtresat në nevojë apo një kategori të caktuar, do thoja, sepse ndoshta për gjithë vendin do ishte e pamundur. Por për shembull për furat e bukës, për shembull, ndërkohë që çmimi i bukës aktualisht ka pësuar rritja me 20 lek, 30 lek, dhe ka pasur dhe si gruri dhe gjitha nën produkte, do më thënë e drithrave, patjetër që do kenë ndikim në rritjen e çmimit. Kështu që subvencionimi për furat e bukës, për familjet në nevojë, për një kategori të caktuar, do ishte masa ndoshta më e shpejt për të ndërhyrë që mos të amortizohet arritja. Se një nga problemet që unë shoh për shembull, është që shpeshherë kur ndodh rritja e çmimit, asnjëherë nuk kthehemi pas për ta ulur. E vërtetë është. Dhe ne ndërkohë që dhe po dëgjoja domethënë profesorin, po mendoja që se sa shpejt ne marrim masa për të bërë rivlerësimin e inflacionit në aksizë apo në taksat të tjera dhe nuk e bëjmë këtë gjë tek pagat. Qartë. Të duhet dhe pastaj pagat do jenë derivati gjithë kësaj historie, sepse nëse rriten kostot normalisht që pagat nuk mjaftojnë. Patjetër, ne shohim edhe në kushtet aktuale që gjithsesi ne kemi pozicione të mira pune dhe normalisht jeta në Tiranë është shumë e shtrenjtë. Edhe në qytete të tjera, po sidomos në Tiranë. Pa menduar pastaj që ka familje që jetojnë edhe me pagën minimale, që nuk e di se si ja bëjnë, ose mbajnë vetëm atë konsumin minimal bazë. E vërtetë është. Në 2022-shin eksperienca tregoi që përpos rritjes organike të çmimeve që erdhi si pasojë e konfliktit Rusi-Ukrainë, pati edhe abuzime të shumta me çmimet kryesisht të produkteve ushqimore që preku gjithë popullatën, pra produktet e shportës. Si mund të shmangen abuzimet në këtë rast, jo rritja organike, po abuzimet? Le të marrim rastin e Ukrainës, u ngritën 2 borë transparence për naftën, për ushqimet, i cili ushqimeve u shpall antikushtetues më vonë, por cilat janë mekanizmat e duhur në këtë rast?
Po, autoriteti i konkurrencës ekziston pra, nuk është themeluar në 2022, por në 2003, mos gaboj. Dhe duhet të monitorojë, dhe ata po monitorojnë, kanë dalë me deklarata që po monitorojnë çmimet e nafteve dhe çmimet e produkteve të tjera. Dhe duhet të vazhdojnë të monitorojnë. Në fakt, një qeveri tregon seriozitetin ndaj kësaj, ndaj ruajtjes së abuzimeve, duke dënuar shkelësit. Pra qeveria nuk duhet të ndërhyjë në çmimet, sepse ne jemi ekonomi tregu, ekonomi e lirë, e hapur. Çdo njeri të shes me çfarëdo lloj çmimi që të duan, por ka marrëveshje pastaj që janë të paligjshme, marrëveshje karteli apo oligopolesh apo përdorimi i pozitave dominuese në treg për të caktuar çmime më të larta se sa tregu e lejon dhe sugjeron. Në këtë rast qeveria duhet të ndërhyjë me, pra autoriteti i konkurrencës duhet të bëjë punë më të fortë, më të qartë, duhet të çojë në gjykata, në gjyqe edhe ata shkelësit. Gjithashtu mendoj që në këtë situatë autoriteti bordi i transparencës për karburante duhet sigurisht të ketë një rol tjetër në mënyrë që të informojë publikun mbi strukturën mbi cilën çmimet e naftës bazohet dhe të ruajë nga marrëveshjet kartel, sepse siç e tham ka një përqendrim të tregut të importimit me shumicë, ka një përqendrim rreth 97% janë vetëm nga 3 importues që sjellin naftën nga vendet e tjera dhe shesin në Shqipëri deri në çmime pakicë. Dhe kjo është një mundësia që me komunikime zanore këta të caktojnë çmimet dhe të bien dakord për çmimet dhe për të dominuar tregun është shumë e madhe. Prandaj duhet edhe kjo është një tjetër element që duhet të. Pra nuk keni për bordet. E përmendën për naftën, po për bordin e ushqimeve dhe bordet të tjera që mund të monitorojnë, jo. Teorikisht unë jam libertarian, mendoj që ekonomia është e lirë, duhet të funksionojë e lirë, por duhet të ndërshkohen abuzuesit. Dhe pra është roli i qeverisë, roli i autoriteteve nuk është që të saktojnë çmimet, sepse do ishte në fakt vetëm do ta përkeqësonte situatën, nuk është zgjidhja e problemit, por duhet të dënohen ata që shkelësit, ata që bëjnë marrëveshje kartel apo oligopol, në mënyrë që të edhe të shtohet, sepse një problem tjetër është edhe barrierat hyrëse. Duhet të lehtësohen barrierat në mënyrë që të ketë më shumë importues, duhet të ketë më shumë furnizues, sepse tregu vet pastaj duhet të diversifikohet pra tregu. Në këtë lloj sensi. Në mënyrë që konkurenca lirë të operojë, sepse tregu vet do t'i ndërshkojë shkelësit, ata që mbajnë çmimet e larta dhe abuzojnë, do t'i ndërshkojë sepse të gjithë logjika është arsyeshme, të gjithë njerëzit do të shkojnë të blejnë me çmime më të ulta. Qartë. Marzhet e fitimit, a duhet përdorur si mekanizëm pra të maten marzhet e fitimit të kompanive, sa kanë fituar gjatë vitit të kaluar dhe të qëndrojnë atyre lloj një mesatarizimi, domethënë të fitimit në mënyrë që mos ketë abuzime, mos lejon abuzimet. Atëherë për sa i përket unë përpos masave që përmend dhe profesori, e mendoj që një alternativë do ishte normalisht të vendosja e çmimit tavan, për paktën për disa produkte bazë. Po, për naftën, energjinë, për sa i përket pastaj marzhit të fitimit, varet nga strategjia që ka kompania normalisht, edhe se si mund të ketë një kompani që ka marzhe më të larta fitimit, sepse është më eficiente dhe më efektive në menaxhimin e burimeve të brendshme. Kështu që jo detyrimisht, kështu që varet edhe nga faktorë të tjerë. Kështu që në këtë rast nuk kemi pse të penalizojmë, mendoj, ato kompani të cilat kanë një menaxhim më efektiv, përkundrazi. Kështu që e shoh më shumë tek marrja e masave ndaj abuzuesve, se sa tek marzhi fitimit që mund të ketë. Po si ta kuptojmë që janë abuzues është problemi? E para e punës këto produkte të cilat commodity kryesore si nafta, kafeja, cigare, produkte pra të cilat kanë aksizën, normalisht kanë edhe një, do thoja, mundësi më të lartë abuzimi, sepse mund të ketë importues të cilët e marrin në rrugë, do thoja, nëpërmjet ndërhyrjeve edhe të pushtetit, në rrugë informale dhe në këtë mënyrë mund dalin në treg me një çmim më të ulët. Kjo është një nga. Po, kjo është një nga mënyrat. Dakord. Mirë, dhomën e tregtisë, a duhet të informojmë bizneset për rrisqet, për pasojat që sjell kjo situatë, por edhe t'i orientojmë pak për diversifikimin e tregjeve, për kuptuar se ku janë tregjet më të mira, domethënë ta shfrytëzojnë krizën në mundësi të reja për ta. Sepse duket sikur dhomat e tregtisë rrin pak në hije, bëjnë një listë kërkesash për qeverinë, por kaq. A duhet të kenë një rol më aktiv?
Pa tjetër, roli informues është i rëndësishëm, studimit e tregut, pra që edhe Toma Tregtisë nuk është se financat e tyre nuk janë as të mëdha, por edhe me mbështetjen e qeverisë apo institucioneve të tjera ndërkombëtare për të studiuar tregun, ku janë boshllëqet. Por gjithmonë kur flasim për studimet e tregut, flasim për të identifikimin e hapësirave ku të investosh, ku në fakt janë me fitime më të larta se sa në disa zona të tjera. Kjo është vështirë për të bërë, edhe mbetet tregu vetë supozohet ta gjej, duke prodhuar, duke rezultuar në enorme marzhe më të larta fitimi, atëherë do të tërheq më shumë investime, por gjithashtu jam dakord që patjetër duhet të ketë një rol më aktiv të gjithë aktorët, përfshirë dhomën e tregtisë. Megjithatë, përsëri, duke qenë me filozofia libertarian, mendoj që vetë tregu do ta gjej rrugën e vet, por duhet shteti, roli i shtetit është që të sigurohet që të mbrojë nga abuzuesit, që të mbrojë nga pengimi i hyrjes, pra apo daljes, pra të mbrojë investimet e atyre që duan të hyjnë dhe atyre që duan të dalin nga i treg, të liberalizojë tregun në tregjet ku është të mundur liberalizimi, pra ne kemi raste kur nuk është të mundur liberalizimi, si është tregu i energjisë elektrike, ku kemi monopol të shpërndarjes. Por aty ku është e mundur të bëhet liberalizimi i tregut në mënyrë që sepse konkurenca vetë do të gjejë rrugën e vet për të prodhuar vlerë për ekonominë. Tani, në rastin konkret, ne flasim a duhet të investojmë për shembull në bujqësi. Bujqësia është një sektor strategjik, është një nga sektorët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe duhet të investohet sepse në fakt ka potenciale për të rritur, por përsëri rrisqet janë më të mëdha dhe problematikat edhe të kredisë që qeveria shqiptare bashkë me Bankën e Shqipërisë garancia sovrane që kanë ofruar nuk ka dhënë efektet e dëshiruara, pra ekzistojnë akoma pengesa, ekzistojnë ngurtësimi që kjo kredi duhet të menaxhohet më mirë në mënyrë që të japë efektet më të duhura për ekonominë. Më falë nëse më lejon, ndoshta për të shtuar edhe asaj që tha profesori, ndoshta fakti që nuk ka dhënë efektet e duhura është se për fatin e keq, shpesh herë investimet nuk kanë shkuar atje ku duhet shkojnë. Si në rastin ne dim se çfarë ka ndodhur me fondet e IPARD-it, po ashtu me DEF. Në rastin se investimi nuk shkon ku duhet të shkojë, normalisht efekti nuk mund të shihet. Megjithatë, përpos sektorit të bujqësisë, që ka qenë një ndër topik më të diskutuara në vitet e fundit, kriza normalisht është edhe një mundësi që ne të nxitemi dhe më shumë që të investojmë në energjinë diellore, erë edhe hidro. Duke qenë se patjetër, kjo është një sinjal jo vetëm do thoja për Shqipërinë, po dhe për Europën. Ne këtë gjë na e mësoi edhe pandemia, gjithashtu edhe për produktet bujqësore. Ne duhet të fokusohemi dhe të orientohemi të konsumojmë më shumë produkte të vendase, pra me kilometër zero, e thonë ndryshe. Në këtë mënyrë edhe ndihmojmë ekonominë vendase, edhe i marrim me çmime më të ulta për të evituar dhe ne ndotim edhe më pak ambientin, dhe nga ana tjetër përpos pjesës së produkteve bujqësore duhet të shohim me vëmendje edhe turizmin vendas. Pra që shqiptarët jenë ndoshta, duke qenë se edhe si klient jemi të mirë, me të drejtën se në turizëm se jemi konsumues, do thoja që është strategji për të parë, sepse në këto vitet e fundit është lënë pak pas dore, edhe me të drejtë se normalisht nuk jo të gjitha kanë mundësinë që të pagojnë një dhomë hoteli 300-400 euro në jug, kështu që dhe në këto pikpamje duhet parë më shumë me strategjia fatgjas se sa shfrytëzim i pozitave. Ndërkohë që ju po përmendni sektorin e bujqësisë, mua po më vjen në ndërmend se çfarë ndodhi gjatë konfliktit në Ukrainë, ku pati një mas për mbjelljen e grurit, të drithrave në mënyrë që të furnizohej tregu. Problemi është që kur masat vinë në kohën jo të duhur, efekti tyre është zero, sepse kur u prodhua në fakt gruri, lufta kishte mbaruar dhe ishin hapur tregjet, importi ishte më i lirë dhe në fakt gruri mbeti në vend dhe as nuk u shit siç duhej. Sigurisht që dhe kostot e prodhimit i kemi më të larta. Por në këtë rast, duke qenë se nuk e kapim dot ritmin, në bujqësi të paktën jemi në fillim të sezonit të mbjelljeve dhe nafta do të jetë më e larta, duhen subvencione për fermerët të paktën për të amortizuar çmimin e naftës në këtë rast që të dalim me një sezon normal. Patjetër që po. Pra jam plotësisht në favor të subvencioneve, të uljes së çmimeve
për fermerët dhe unë jam për një masë më drastike si që përmenda më përparë që jo vetëm që të ulen subvencionet të ketë subvencionim të përkohshëm për shkak të krizës, por të ketë ulje të tërësore të taksave të karburantit, për shkak se janë fermerët dhe kryesisht zonat rurale ata që janë më të disavantazhuar nga nga çmimet më të larta të karburanteve që do të vinë, për shkak të se ata janë ata që punojnë tokën, ata që transportojnë madhret e tyre nga fshatrat, nga zonat periferike të Shqipërisë në drejt qendrave të banuara drejt Tiranës, dhe ata janë më të ndikuarit negativisht nga kjo situatë. Dhe më të prekurit direkt për momentin. Pra duhet të rekomandohet ndërhyrje urgjente, paktën që të shpëtojmë fermerët. Por kjo nuk duhet, reagimi nuk duhet jetë vetëm kur kemi kriza. Kjo kërkon përpara krizave, kërkon vazhdimsi. Kjo kërkon një strategji për të zhvilluar zonat pra bujqësinë dhe e përmendëm politikat më të forta ekonomike, diversifikimi i tregjeve do duhet të bëhen kur koha është me diell që të funksionojnë, se në kohë krizash vendim i marrë në kohë krizash në fakt është vendim për dalë nga situata për një moment, por që më pas ka edhe pasojat e veta. Është një vendim politik për të dukur sikur përbëjmë diçka, por në fakt efektet, sepse efektet do janë të vonuara, nuk ka asnjë gjë që prollohet tani, edhe gruri edhe çdo gjë që bëhet do të ketë efektet vitin tjetër, dhe vitin tjetër tashmë do ketë përfunduar lufta siç e përmend në rastin e Ukrainës në 2022. Shpresoj të përfundoj. Cili është skenari më realist që mund të parashikojmë për Shqipërinë në këto 6 muaj të ardhshëm, duke qenë se kemi përpara edhe turizmin edhe Okej, unë doja shtoja edhe një gjë të fundit, duke qenë se ishim duke folur për pjesën e sektorit të bujqësisë, duke qenë se vitin e kaluar kam pasur mundësinë që të jem kryesisht në qytetin e Beratit dhe fshatrat në rrethin e Beratit, që normalisht janë eksportues të më të rëndësishëm të perimeve, domethënë, edhe një shqetësim shumë të madh që ndoshta nuk arrin shpesh që të dëgjohet në zërin e drejtuesve apo qeverisë, është cilësia e ulët e pesticideve që vinë në Shqipëri. Pavarësisht se fermerët tani marrin dhe të gjitha kostot e veta për sipër, edhe krau në punës e tjerë, por cilësia e dobët bën që shpeshherë t'i digjet produkti apo t'i shkatrohet. Domethënë që është një kosto normalisht e shtuar. Për sa i përket parashikimit në këtë 6 mujor, 6 mujor është një periudhë relativisht e afërt, kështu që nuk është se ka ndonjë do thoja varet shumë se si do jetë ecuria e luftës, por nëse do jemi në kushtet aktuale, që sipas pritshmërive dhe për sa kohë në gjykimin tim nuk do ketë ndërhyrje të Kinës apo Rusisë, nuk do ketë luftë të tretë botërore, sepse nga pikpamja ime personale, kjo luftë patjetër që mbi të gjitha, po kjo është qëndrimi im personal, patjetër si çdo luftë që mbi të gjitha është ekonomike, dhe nëse do marrin fuqinë e Amerikës kundrejt Iranit, sigurisht që edhe nuk duhet shumë për ta vënë kush është më i fuqishëm, por më duket më shumë si një, do thoja, që nëpërmjet kësaj strategjie të godasim ekonominë aziatike. Duke qenë se dhe nga pritshmëritë dhe analizat botërore pritej që në 10 vjeçarin e ardhshëm ekonomia aziatike të ishte më e forta, dhe veçanërisht Kina, dhe sektor, do thoja, disa sektor të caktuar. Kështu që varet se si do jetë. Për sa kohë nuk do kemi ndërhyrje të këtyre dy fuqive të mëdha, nuk do kemi luftë të tretë. Nëse do kemi një pushim brenda, do thoja, 3 javësh, nuk do ketë impakt, nuk do ketë impakt. Impakti do jetë një rritje tek 2-3% e çmimeve e kostave në gjykimin dhe analizat që kam bërë unë personalisht. Në qoftë se efekti do të zgjasë në kohë dhe kjo luftë do të jetë për 6 muaj, padyshim që efekti në ekonominë shqiptare ndikimi do jetë shumë i madh, sepse jemi para sezonit turistik, nuk do ketë rezervime, të ardhurat normalisht që do bjen, bujqësia po ashtu do ndikohet në arritje. Faktorët që përmendëm. Patjetër, mendoj që nëse do vazhdoj do kemi një rritje të kostove deri në 40%. Sipas analizave që unë kam bërë. Nëse do kemi pushim pas 3 javësh, tek 2 deri në 4%. Dakor. Profesor, një rekomandim të fundit, çfarë duhet bëjmë në këtë situatë? Çfarë është urgjente për të bërë në këtë situatë? Këtë pyetje do ja bëj dhe juve dhe do ta mbyll. Pra, ndërhyrja e qeverisë për të ulur aksizën do ishte ndoshta më e lehta për të bërë, që të ndihmojë konsumatorin final, që të ndihmojë industrinë bujqësore, të ndihmojë prodhimin. Por unë mendoj që kjo është nuk duhet jetë një masë emergjence, duhet të rishqyrtojë qeveria, duhet të rishqyrtojë në afatgjatë strukturën e taksas karburanteve, duhet të ketë një ulje të tërësore, për shembull një rast, një studim që është bërë për bazë situatës së Covidit mes Italisë dhe Zvicrës,
që ishte që Zvicra humbet rreth 1 miliard euro të ardhura për shkak se zviceranët duke patur çmime më të larta në Zvicër se sa vendet e rajonit si Italia, apo Gjermania, apo Austria, shkojnë dhe furnizojnë me naftë në këto vende. Pra, duke qenë se ne nuk kemi shumë shifra të sakta për Shqipërinë, por me siguri të ardhurat nga aksiza dhe të ardhurat në Shqipëri nga karburant, aksiza karburantëve ishte rreth 300 milion euro, dhe të paktën 10 apo 20 deri në 15% humbet qeveria, duke qenë se shumë nga Shqipëria furnizojnë jashtë, furnizojnë në Malzi, në Kosovë, në Maqedoni, sidomos në zonat e rajonit. Pra, ndërhyrja në afat gjatë është në rekomandimet kryesore të mia dhe në studimet që kam bërë është një nga gabimet më të mëdha që nuk e kuptoj pse vazhdojnë ta bëjmë, sepse na disavantazhon për të tërhequr edhe investimet e huaja edhe fabrikat, sepse kostot e energjisë janë më të larta në Shqipëri. Por përgjigja për urgjente do të ishte ndërhyrja sigurisht në uljen e aksizës në mënyrë që të shkojnë direkt tek ata që disavantazhohen më shumë në këtë situatë. Qartë. Profesoresha, një rekomandim? Unë përposa asaj që tha profesori, doja të shtoja, do thoja një qëndrim dhe një konsultim më të afërt me qytetarët. Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e shqiptarëve, por mos tonë një pjesë e konsiderueshme përpos disa figurave kryesore, kanë humbur shpresën. Dhe nëse jemi në këtë situatë aktuale, kemi një rënje të konsiderueshme të konsumit në të gjitha nivelet, një nivel të lartë të larguarve dhe kryesisht të klasës elitare, apo dhe shtresës së mesme, është sepse nuk shohin dritë në fund të tunelit, kështu që duhet jemi më afër problematikave reale dhe të gjithë jetojmë në Tiranë, jetojmë në Shqipëri, ne jetojmë edhe në Tiranë dhe kemi edhe më të prekshëm këtë efektin e çmimeve të menjëhershëm, ta lëm le të themi atë spekulimin edhe marketingun pak më njanë dhe të ulemi këmbkryq dhe shohim problematikat tona reale. Falenderoj shumë për prezencën. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Faleminderit, Të nderuar shikues, duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë shihemi të hënën ardhshme në orën 20. Natën e mirë.